Vëllezër të nderuar, jemi në pjesën e fundit, në ligjeratën e fundit të serialit të këtij muaji të bekuar, të serialit Çka është Islami, ku kemi jetuar me fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili dha përgjigje, i cili na tregoi, i cili na njoftoi neve dhe të gjithëve çka është Islami. Kemi jetuar me hadithin i cili ka ardhur në mënyra të ndryshme të transmetimit, megjithatë jemi ndalur në atë të cilin e transmeton Imam Muslimi rahimahullah nga Omar bin Khattabi radiallahu anhu, i cili tha: ishim një ditë me sahabët dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke qëndruar afër nesh arriti një njeri i cili ishte i veshur me veshje të bardhë, shumë të bardhë, ishte me flokë të zeza, shumë të zeza. Arriti ky njeri në mesin ton, mirë po ishte i panjohur për neve, nuk ishte nga banorët e Medinës, mirë po edhe nuk kishte shenja udhëtimi, nuk dukej që ka ardhur prej së largu, as nuk është nga afër që ta njohim, e as nuk është nga larg që të ketë shenja udhëtimi. Kush është ky njeri? Ky njeri u ul afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i vendoi gjunjët e tij afër gjunjëve të tij, i vendoi duart e tij mbi gjunjët e tij, e pastaj tha: ja Muhammed, akhbirni anil Islam. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më trego mua, më njofto mua çka është Islami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj duke thënë: el Islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islami është të dëshmosh shahadetin la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wa tuqimas salah, dhe ta falësh namazin, wa tu'tiyaz zakah, dhe ta japësh zakatin, wa tasuma Ramadan, ta agjërosh Ramazanin, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, dhe të shkosh në haxh nëse ke mundësi. Këto janë shtyllat kryesore të Islamit. Atëherë ky njeri tha: sadaqt, të vërtetën e ke thënë, ashtu është, ky është Islami. Mirë, po pas kësaj më trego mua, fa akhbirni anil iman, më trego mua çka është imani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj duke thënë: an tu'mina billah, të besosh në Allahun, wa malaikatihi, dhe melaiket e tij, wa kutubihi, edhe librat e tij, wa rusulihi, dhe pejgamberët e tij, wa bil yawmil akhir, të besosh në ditën e gjykimit, wa bil qadari khairihi wa sharrihi, dhe të besosh në kaderin, në caktimin e Allahut azza wa jall, qoftë ajo që ndodh e mirë apo e keqe. Ky njeri përsëri, i cili ban pyetje, tha: sadaqt, të vërtetën e ke thënë, ashtu është, ky është imani. Më trego mua, fa akhbirni anil ihsan, më trego mua çka është ihsani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ihsani është an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsani është të adhurosh Allahun sikur me e pa, edhe pse ti nuk e sheh, ai ty të sheh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha përgjigjet e të tri kategorive, e të tri shtresave që janë në fenë Allahut azza wa jall. Shtresa e parë, kategoria e parë, e cila është më e gjerë dhe e cila i përfshin të gjithë, ajo është Islami.
Në këtë kategori hynë të gjithë muslimanët mbi sipërfaqen e tokës. Në këtë kategori, në të jashtmen hynë edhe munafikët që i thonë vetes musliman. Të gjithë hynë në kategorinë e parë, e cila është e gjerë. Pastaj vjen kategoria, shkalla e dytë, e cila është më e ngushtë dhe e cila është iman. Dhe këtu hynë më pak njerëz, ata që janë më të lartë në imanin e tyre. Dhe kategoria, shkalla e tretë, e cila është el ihsan, ihsani. Këtu hynë njerëz edhe më pak, dhe kjo është më e ngushtë se dy të parat, ata të cilët e adhurojnë Allahun sikur me e pa. Dhe këtu kanë thënë dietarët, ihsani është dy lloje. Ihsani më i lehtë, i cili është të adhurosh Allahun duke e ditë që Allahu të sheh. Edhe ky është ihsan. Mirë, po është më i lehtë. Dhe ihsani më i lartë është të adhurosh Allahun sikur ti me e pa atë. Kjo është shkalla më e lartë e imanit, në të cilën hynë vetëm një pjesë e njerëzve të cilët janë me këtë iman. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi i dha këto përgjigje për islamin, për imanin, për ihsanin, ky njeri vazhdoi edhe me një pyetje tjetër dhe tha: fa akhbirni ani sa'a, më trego për kiametin. Kur do të bëhet kiameti? Çka është islami e kuptuam, është në rregull. Çka është imani është e qartë. Çka është ihsani gjithashtu është e qartë. Më trego kur do të bëhet kiameti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il." Ai që është pyet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është më i ditur se sa ai i cili ban pyetje. Këtë gjë as ai i cili ban pyetje nuk e di, po edhe ai i cili pyetet nuk e di. Këtë gjë nuk e di as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur do të bëhet kiameti? Allahu azza wa jall tha: "Yes'alunaka 'ani s-sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi." Bën njerëz pyetje për kiametin, kur do të ndodh kiameti? Thuaj, këtë gjë e di vetëm Allahu azza wa jall. La yujalliha li waqtiha illa hu. Këtë kohë të kiametit, kur do të ndodh, Allahu azza wa jall nuk i ka treguar askujt. As melajket nuk e din, as pejgamberët nuk e din, as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë i njoftuar kur do të ndodh kiameti. Kur do të ndodh kiameti? Këtë e di vetëm Allahu azza wa jall. Tha Allahu: "Inna Allaha 'indahu 'ilmu s-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Allahu azza wa jall i numron 5 gjëra për të cilat tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto janë prej gajbit, që janë sekret, të cilat nuk i di askush pos Allahut azza wa jall. Këto 5 gjëra nuk i di askush pos Allahut azza wa jall. Inna Allaha 'indahu 'ilmu s-sa'a. Allahu e di kur do të bëhet kiameti. Dikush tjetër, askush tjetër nuk e di kur do të bëhet kiameti. Wa yunazzilu al-ghayth. Allahu është ai i cili e zbret shiun. Wa ya'lamu ma fi al-arham. Allahu e di çka ka në barqet e nanave. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Nuk e di njeriu çka do të vepron nesër. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dhe nuk e di njeriu në cilin vend do t'i arrin vdekja. Inna Allaha alimun khabir. Allahu është i gjithdijshmi, i njohur për çdo gjë. Vetëm Allahu e di. Dhe këto janë 5 gjëra
që nuk i di dikush tjetër. Dikush ka mundësi që të thot sot njerëzit din pak më shumë. Sot njerëzit din edhe disa gjëra që ma herët popujt nuk i kanë ditë. Shembull, wa ya'lamu ma fil arham. Allahu e di çka ka edhe në barkun e nanës. Këtë e di vetëm Allahu. Thonë po, ama sot mjekësia ka mundësi që të njofton ty me mjetet moderne, me përparimin e mjekësis, të tregon ende duke qenë fëmiu në barkun e nanës, disa muaj më herët, edhe ata të tregojnë a është djalë, a është vajzë. Ndërsa Allahu Azza wa Jall thot, wa ya'lamu ma fil arham. Këtë e di vetëm Allahu Azza wa Jall çka ka në barkun e nanës. Vetëm Allahu. A di mjekësia? Mjekët e di një gjatë të caktuar, të ngushtë dhe atë vetëm pas një kohe. A din mjekët në muajin e parë? Nuk e din. A di në muajin e dytë? Nuk e din. Po kush e di? Në ditën e parë kush e di? Kush e di në ditën e parë? Vetëm Allahu Azza wa Jall. E pastaj pas një periudhe mjekët e shohin dhe e din. Në rregull, çka thot Allahu Azza wa Jall? A thot Allahu vetëm Allahu e di gjinin e fëmijut i cili është në bark të nanës? Jo. Vetëm Allahu e di çka ka në barkun e nanës. Vetëm Allahu e di ai i cili është në barkun e nanës. Jo vetëm a është vajzë dhe a është djalë. Po a do të lind, a do të jeton, a do të rritet, a do të formohet, a do të jetë i mirë, a do të jetë i keq, sa do të jetë risku i tij, sa do të jetë e xheli i tij, sa do të jetë lumturia e tij, si do të jetë e ardhmja e tij, gjitha ato gjëra kush i di pos Allahu? A i di mjekësia, a i din mjekët, a i di dikush tjetër se ky fëmijë kur do të lindet, kur do të rritet, si do të bëhet? A i di dikush? Këtë e di vetëm Allahu Azza wa Jall. Dhe kiametin nuk e di askush pos Allahut Azza wa Jall. Sa do të zgjatë kjo dunja? Edhe sa kohë ka mbet? Ne në shumë raste kur diskutojmë dhe themi nuk ka mbet edhe shumë. Kiameti është afër. A është kiameti afër? Kiameti është afër. Kiameti është afër. Shenja e parë e kiametit është ardhja e fundit e pejgamberit të fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ky ummet nuk ka ku mund të shkon. Në këtë ummet do të bëhet kiameti. Në këtë ummet do të bëhet kiameti. Pejgamberi fundit erdhi. Ky është ummeti i fundit. Kiameti është afër, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana was-sa'atu kahatain. Unë edhe kiameti jemi afër sikur këto dy gishta. Kiameti është afër, mirë po me vite. Duam ta dim me vite edhe sa vite kanë mbet. Të gjithë ata që kanë folur dhe kanë përmendur vite kanë gabuar. Të gjithë pa përjashtim. Dhe ata të cilët janë të rangut të lartë të dietarëve. Disa prej dietarëve që unë nuk do t'i përmendi me emër, shkaku që ky është një gabim i tyre, nuk do të përmendi emrat e tyre. Mirë, po ka dietar që kanë numruar vite. Sa do t'jeton kjo dunja, sa do t'jeton ky ummet. Disa prej dietarëve, një prej dietarëve më të mëdhej të ummetit islam ka bën një llogari dhe është munduar t'i numëron dhe t'i analizon vitet dhe ka thënë ky ummet pas ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk do të vazhdon dhe nuk do të jeton më shumë se 500 vite. Ky ummet do ta ketë kohën, afatin 500 vite pas ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas 500 viteve afërsisht do të bëhet kiameti. Ky dietar ka vdek. Ndërsa sot ne jemi 1400 e sa pas ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nënkupton gabimin e thellë të numrimit të viteve, të datës dhe kohës së kiametit. Gjithashtu një dietar i madh i islamit,
i cili është munduar të ban një analizë. Disa janë munduar duke u kthyer në një hadith në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: koha e këtij ummeti, ky ummet do të jeton sa prej në ikindi deri në aksham. Nëse llogaritet gjithë njerëzimi prej Ademit alayhis salam deri në kiamet, prej në sabah, prej në mëngjes deri në mbrëmje, Ademi alayhis salam prej në mëngjes deri te ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam llogaritet deri në ikindi. Nëse krejt dunjaja numrohet, llogaritet sikur një ditë. Fillimi prej te Ademi alayhis salam sa ka kohë deri te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka kohë sa prej sabahut deri në ikindi. E ne sa do të jetojmë prej në ikindi deri në aksham do të bëhet kiameti. Atëherë, duke bë analizat sa vite ka prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, janë munduar që ta nxjerrin atë kohë e cila rezulton prej në ikindi deri në aksham. Mirë, po një gjë e tillë nuk ka dalë e sakt asnjëherë, nga se numrimi nuk ka si të bëhet. Mirë, po ata që kanë numruar kanë dhënë vite. E ky dietar tjetër i radhës ka thënë: nuk do të jeton ky ummet më shumë se 1500 vite. Dhe ne vetëm se jemi afër vitit 1500, ndërsa ka ende shenja që nuk kanë dalur dhe duhet të dalin. Dhe nuk ndodh kiameti në këtë vit. Andaj, as në vitin 500, as në vitin 700, as në vitin 1500, dikush tjetër ka thënë në vitin 1700 do të bëhet kiameti. Të gjitha këto numrime dhe të gjitha këto rezultate janë të gabuara. Por çfarë arsye? Por arsye se atë e di vetëm Allahu azza wa jall. Nuk e di askush prej njerëzve në cilin vit do të bëhet kiameti. Andaj edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk dha përgjigje për këtë pyetje. Mirë, po pyet si e vazhdoi pyetjen edhe tha: fa akhbirni an amaratiha. Nëse nuk kemi përgjigje kur do të bëhet kiameti, më trego për disa shenja të kiametit. Shenjat e kiametit janë të përmendura. Shenjat e kiametit janë të njohura. Kur do të bëhet kiameti nuk është e njohur për neve. Më trego disa shenja të kiametit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: en talida al-amatu rabbataha. Prej shenjave të kiametit është kur robëresha do ta lind zonjën apo zotëriun e saj. Që dietarët këtu kanë dhënë mendime të ndryshme. Kur robëresha, ato që kanë qenë rob edhe robëresha më herët, që kanë qenë në duart e njerëzve, kur ajo do ta lind dikand që do të jetë zotëri i asaj, zotëri i nanës së saj. Disa kanë thënë nga ato robëresha do të lindin fëmijë që do të bëhen udhëheqës, prijës, mbretër. E mbreti, kur është mbret, prisi, kur është mbret, e ka nën udhëheci gjithë popullin, po edhe nanën e vet. E ajo nan do ta ketë zotëri e vladin e vet. Disa kanë thënë do të përhapet shumë mos respekti i prindve, sa që fëmijët nanën e vet do ta llogarisin si shërbetore, si robresh. Atë shumë do të përhapet mos respektimi ku nana, robresha do të lind zotëriun e vetë. Fëmiu do të paraqitet zotëri, ndërsa nana robresh do të përhapet shumë
mos respektimi. Disa kanë thënë do të përhapen rob edhe robresha nga luftrat e mëdha, e pastaj ai burri i cili është zotëri nga robresha do t'i linë një fëmijë i cili gjithashtu do të jetë zotëri edhe i asaj robreshe. E kështu me radhë dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme në lidhje me kuptimin e kësaj fjale. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi dhe tha: "Dhe ti shohësh të zhveshurit, këmbëzbathurit, të varfërit, ata që i ruajnë dhënt, çobanët, që do t'i ngritin ndërtesat e mëdhaja dhe ndërtesat e larta." Subhanallah. Dëgjoj këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ban analiza me shenjat e kiametit dhe shikoj realitetin në të cilin jeton. Atëherë kur çobanët, ata që më herët kanë qenë çoban, i kanë rujt dhënt, i kanë rujt delet, sot do të bëjnë gara, cili prej tyre do të ketë ndërtesa më të larta mbi sipërfaqen e tokës. Dhe sot ne i shohim ndërtesat e mëdhaja, objektet e larta në vendet arabe, në ato vende ku pak disa vite më herët ata kanë qenë të varfër, të zhveshur në aspektin me veshje të rëndomt, këmbëzbathur, me veshje të thjesht. Sot janë milionera, miliardera, pasuri e madhe derdhet në ato vende, ndërtohen ndërtesa që nuk i kemi pa asnjëherë, bëhet gara në këtë aspekt. Kjo është ajo të cilën e lajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithse ndërtesat e larta nuk janë ndonjë faj, nuk janë ndonjë gabim. Ndërtesat e larta mund të jenë për të mirë dhe mund të jenë për të keq, varësisht nga qëllimi për të cilin ndërtohen. Mirë po, kjo është një prej shenjave të kiametit që ne do ta shohim dhe realisht vetëm se jemi duke e pa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe tjera na njoftoi edhe për shenja të tjera, na tregoi që nuk do të bëhet kiameti derisa vendet arabe, shkretirat arabe do të gjelbrohen dhe në to do rjedhin lumej, do të gjelbrohen shkretirat. Dhe ata që kanë qenë në haqë edhe në umre, vetëm se i kanë pa vendet ku kanë filluar shkretirat të gjelbrohen. Këto janë shenja që i ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në një prej rasteve tjera, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke folur në mesin e sahabeve, një arabi, një beduin, tha: "Ja Rasul Allah, kur do të bëhet kiameti?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kthei përgjigje, e vazhdoi fjalimin e tij. Disa than nuk e ka dëgjuar, disa than e ka dëgjuar, po nuk don t'i kthen në moment deri ta përfundon fjalimin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përfundoi fjalimin. E pastaj tha: "Ku është ai i cili bani pyetje për kiametin?" Tha: "Unë ja Rasul Allah." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha duyatil amana fantadhir as-sa'a." Kur të humbet emaneti, pritte kiametin. Kur do të bëhet kiameti? Kjo shenjë e kiametit. Kjo nuk ta tregon datën, nuk ta tregon vitin, mirë po, kur të humbet emaneti, pritte kiametin. Tha: "Ja Rasul Allah, e si është humbja e emanetit?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha wussida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a." Kur t'i jepet një çështje atij që nuk e meriton, prit te kiametin. Kur t'i jepet posti, kur t'i jepet pozita, kur t'i jepet karika, kur t'i jepet puna, kur t'i jepet çështja, kujt? Atij i cili nuk e meriton, prit të kiametin. Dhe sot t'i shikoj e pastaj në gjendjen, në kohën në të cilën jetojmë, në sa vende ulen ata që nuk e meritojnë. Në çdo aspekt, kur t'i jepet çështja atij i cili nuk e meriton, prit të kiametin. Dhe kiameti do të bëhet, mirë po këto janë shenja
para se të ndodh kiameti, dhe shenjat të tjera derisa të arrin 10 shenjat e mëdhaja të kiametit, atëherë kiameti vetëm se është afruar. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmendi disa shenja të kiametit. Ky njeri i cili i bani disa pyetje, bani pyetje për islamin, bani pyetje për imanin, bani pyetje për ihsanin, dhe në fund bani pyetje për kiametin. Ky njeri i mori përgjigjet, i dëgjoi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pas këtij momenti u ngrit edhe u largua. Omeri radiallahu anhu, sahabet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dëgjuan pyetjet, i dëgjuan përgjigjet. Tha Omeri radiallahu anhu, u largua ky njeri dhe kaloi një kohë, e pas një kohe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: o Omer, e tedri meni sail, a di ti kush ishte ky pyetësi, ky me të cilin ne kemi jetuar gjatë gjithë Ramazanit, gjatë gjithë këtij muaj të bekuar, ky i cili vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me veshje të bardhë e me flokë të zeza, ky të cilin nuk e njohin sahabet dhe nuk ka shenja të udhëtimit nga larg, a di kush është ky njeri? Tha Omeri radiallahu anhu: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e din më së miri, ne nuk e dim kush ishte ky njeri, por neve është i panjohur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ky njeri ishte Gjibrili alayhi salam, erdhi që juve tua mëson fen. Ky njeri ishte Gjibrili alayhi salam. Gjibrili alayhi salam, meleku më i madh, meleku më i dalluar, meleku më i zgjedhur, kishte ardhur në formë të njeriut, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që t'i ban disa pyetje dhe t'i merr disa përgjigje, që këto përgjigje t'i dëgjojnë sahabet dhe ta mësojnë fenë e tyre. Ky ishte Gjibrili alayhi salam, i cili erdhi tua mëson fenë. Pra ne nëpërmjet këtij hadithi, i cili është hadith i madh, i njohur si hadithi i Gjibrilit alayhi salam, ne mësojmë shumë gjëra. Nga gjërat të cilat i mësojmë që ai i cili don të jetë nxënës dije, ai i cili don të merr mësim për fenë Allahut azza wa jall, duhet të jetë shumë i kujdesshëm, së pari edhe në veshjen e tij. Gjibrili alayhis salam është pyetësi, në këtë rast është nxënësi, mirë po nxënës i veshur me veshje të bardhë, me flokë të zeza. Kjo tregon pastërtinë e një nxënësi të dijes, ai i cili prezanton në ders, në ligjerat, don që ta mëson fenë Allahut azza wa jall, është i këtij lloji, i pastër, i drejtuar, i ulur në gjunjë. Kështu ul Gjibrili alayhis salam. Por çfarë? Për të na treguar se në momentin që ti ulesh për ta mësuar fenë Allahut azza wa jall, mos u ul në kokër të shpinës, nga se kështu nuk mësohet feja Allahut. Feja Allahut mësohet duke u ul tamam si duhet dhe duke i dëgjuar fjalët e atij i cili flet. Gjibrili alayhis salam bani pyetje, mirë po e vëreni që bani pyetje dhe nuk ndërhini asnjëherë çka është Islami, dhe ma as një fjalë që jep mësim se kur njeriu e ban pyetjen, e përfundon pyetjen, ma prit deri në fund të përgjigjes dhe mos ndërhy asnjëherë në përgjigjen e atij i cili është duke u përgjigj. Gjibrili alayhis salam bani pyetje për Islamin, që ne ta mësojmë se shtyllat e Islamit janë 5: shahadeti, namazi, zekati, agjërimi i Ramazanit
dhe haxhi. Gjibrili a.s. bani pyetje për imanin, që ne ta dim se shtyllat e imanit janë 6: besimi në Allahun, në melajket, në librat, në pejgamberët, në ditën e gjykimit, në kaderin, caktimin e Allahut azza wa jall. Gjibrili a.s. bani pyetje për ihsanin, që ne të mundohemi të arrim këtë shkallë të lartë të imanit. Gjibrili a.s. bani pyetje për kiametin, që të na tregon neve se atë nuk e di askush, mirë po që edhe ne të mësohemi të themi për ato gjëra që nuk i dim, nuk e di. Nga se edhe vetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në këtë përgjigje dhe në këtë pyetje tha: këtë gjë as unë nuk e di. E mos flasim për neve sa gjëra nuk i dim, dhe ndoshta në disa raste pretendojmë që i dim, të mësohemi të themi nuk e di. Dhe Gjibrili a.s. në këtë rast në fund na mësoi neve që kemi të drejtë të bëjmë pyetje edhe nëse i dim përgjigjet, mirë po me qëllim që ata që janë afër nesh të marrin mësim. E dim pyetjen, e dim përgjigjen, mirë po e parashtrojmë atë që ta dëgjojnë të tjerët, dhe një gjë e tillë lejohet në fenë Allahut azza wa jall. Pra ky hadith i madh nga i cili besimtari merr mësime të mëdha. Ne lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na jep sinqeritet, Allahu në fjalët dhe në veprat tona të na jep bereqet. Lusim Allahun azza wa jall nga gjitha ato që janë shpjeguar, Allahu të jep sukses dhe të zanë vend këto fjalë në zemrat e besimtarve. Lusim Allahun azza wa jall nga gjitha ajo që është thanë të ketë dobi për jetën tonë dhe për imanin tonë. Lusim Allahun azza wa jall, Allahu këtë dhe çdo ibadet tjetër që e kemi bërë gjatë këtij muaji, Allahu të na pranon. Gjunahet tona Allahu të na i falë dhe të na i pastron. Lusim Allahun azza wa jall nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.